Ju e përmendët që secili prej nesh mund të kemi shregullim të ritmit të zemrës, po si t'ja bëjmë, si ta qetësojmë dhe relaksojmë organizmin në ato momente? Sigurisht, në qoftë se është e shkaktuar nga hangthi, nga emocione, duhet bëjmë kontrollin e mirë të këtyre parametrave, nëse e kemi nga përdorimi i tepërt i kofeinës, teofilinës, pirja e duhanit dhe mos aktiviteti fizik, duhet ta zbatojmë një stil shëndetshëm të jetës, po përgjithsisht ato rrahjet e shpejta të zemrës që i kemi në rast të emocioneve, ndonjëherë mundën mu menaxhu shumë mirë me meditimin, me leximin, me dëgjimin e muzikës, me vallëzimin, ose edhe me metodat e tilla siç janë mbajtja e frymës, nëse rrahjet shpesh i rekomandojmë, po flas për menaxhimin e tyre pasi ne kemi bërë një konsult me specialistin e ritmit dhe pasi kemi bërë ekzaminimet e duar dhe kemi thënë që okay, ti nuk keni çrregullim të ritmit, nuk keni sëmundje të zemrës, thjesht ke një mbindjeshmëri të sistemit tënd simpatik në raport me adrenalinën e prodhuar, në raport me menaxhimin e stresit, emocionit, mundet me përdorë edhe manovrat e frymarrjes, pra të marrim frymë thellë, ta mbajmë frymën, disa herë provojmë ndonjëherë të kollitemi, do të thonë provokojmë, këto janë manovrat të cilat e rrisin presionin brenda gjoksit, nxisin disa baroreceptorë dhe për 1% mundën me i normalizuar ose me i ul rrahjet e zemrës. Pra këto janë masat e cilat ja rekomandojmë edhe pacientëve të cilët kanë takikardi sinusale të papërshtatshme, kanë epizoda takikardisë paroksizmale supraventrikulare, po mundemi më rekomandu edhe njerëzve të shëndosh potencialisht, po të cilët kanë problem në raste të caktuara, për shembull frika, qoftë edhe nga mediat, ose nga frika kur shkojmë te mjeku, ose frika nga fluturimi, e që mundet në mënyrë sekondare me na provoku qoftë kapërcime në rrahjen e zemrës, pra rrahje kapërcyese ose eksasistola, ose takikardi sinusale të papërshtatshme. Ju e përmendët më herët që prej një aritmie me intensitet të lartë mund të kemi edhe sulm në tru, strok, por a mund të kemi edhe në pikse gjakut apo edhe diçka tjetër? Po, kjo është ndër problematikat më të mëdha me të thënë drejtën në fushën e çrregullimit ritmit që na bashkon në të njëjtën kauzë edhe me specialistët e fushës neurologjisë. Pra, përveç që çrregullimet e ritmit dëmtojnë cilësinë e jetës, krijojnë një pasiguri, japin pacientit ankth dhe depresion, edhe ekstremi tjetër ke edhe çrregullimet e ritmit që mundën të shkaktojnë vdekje të papritur kardiake. Mes këtyre dyjave qëndron një peshë e madhe e çrregullimeve të ritmit që jap invaliditet. Domethënë kur flasim për stroke-un, për goditjen në tru, flasim për pacientë të moshave të ndryshme. Një pjesë më e madhe kuptohet janë më të vjetër, po fatkeqësisht ka edhe të ri ku pengesat në qarkullimin e gjakut trunor që mundën më shkaktuar mes tjerash nga fibrilacioni atrial, pra fibrilacioni atrial është një rrahje krejtësisht kaotike e paradhomave të zemrës ose atriumeve, ku gjaku të jepet mundësi me qëndru një kohë më gjatë, pa me qenë se zemra nuk kontrahohet mirë, po bën thjesht dridhje, gjaku qëndron për një kohë më gjatë brenda zemrës dhe kjo krijon terren për mpiksje dhe një nga ato dromcat ose embolat që i quajmë ne trombotike mundet mu përcjell mandej gjatë kontraksionit zemrës në pjesët e sipërme të trupit ton, sepse ku qëndron domethënë truri dhe kjo mundet me shkaktu pikërisht bllokimin e një jene trurore e cila mandej rezulton me insultin cerebrovaskular, stroke-un ose me humbjen e disa funksioneve, një ose disa funksioneve të trurit, duke filluar nga pengesat folur deri te pengesat në lëvizjen ose ndjeshmërinë e pjesëve të caktuara e deri te gjendjet edhe tromba të humbjes vedijes, të cilat mundën me përfundu edhe fatalisht. Dhe këta pacientë janë kontingjenti i pacientëve me numër më të madh, siç e thash, dhe këtu është edhe shqetësimi më i madh i komunitetit aritmologjik dhe neurologjik, sepse gjitha sëmundjet aritmit janë shqetësuese, po kjo është numri më i madh i pacientëve. Pra këtu, siç e thash, në moshën mbi 65 vjeçare aritmi tilla kanë rreth 10% e pacientëve. Dhe në peshën totale të stroke-ut ose insulteve cerebrovaskulare rreth 1/5 shkaktohen nga ky faktor, pjesa tjetër shkaktohen edhe nga faktorë tjerë. Prandaj duke detektu me kohë fibrilacionin atrial, duke trajtu me kohë fibrilacionin atrial, dhe tashmë kemi barna në fillim të karrierës time, do të them nuk ka shumë vite, studime thonë që ndoshta para 10 viteve nuk kemi pas edhe një shkallë të mirë të antikoagulimit pacientëve, nuk kemi pas atë barna të mjaftueshme të mira për me mbajt gjakun më të hollë, siç duhet tek ta pacient, po sot nuk është kjo arsye. Do të thonë se kemi mjaftueshëm barna të cilat janë adekuate mbas gjitha studimeve për ta mbajtur gjakun më të hollë, prandaj duhet luftu për identifikimin e fibrilacionit atrial, duhet luftu për trajtimin e fibrilacionit atrial me barnat përkatëse, qoftë me antiaritmik dhe parazgjithash me barna për tollimin e gjakut, dhe tashmë besoj që shumë shpejt, ndonse ende nuk kemi të fillojmë në rastet me indikacione, ku ka indikacione të bëhet edhe intervenimi për izolimin e venave mushkërore,
të këta pacient me fibrilacion atrial në mënyrë që të kemi sa më pak pasoja që lidhen me sulmin tru dhe me invaliditetin që ndonjëherë është edhe permanent.